ChatGPT po hedh një update për të hapur grupe globale për të gjithë. Falas, me abonim, pa abonim, si ta dëshirosh. Ideja është që biseda me inteligjencën artificiale nuk është një me një, por një vend ku ti, shokët, kolegët, kushdo tjetër mund të koordinoni, të planifikoni dhe të zgjidhni punë bashkëmendimin e chatbotit. Maksimumi është 20 veta në një chat, mjafton ftesa dhe secili ruan privatësinë e vet. Për të hapur një grup të ri, shton pjesëtarët ose e ndan me një link. Secili vendos një profil bazë dhe një spuna. Në momentin që shton dikë të ri, hapet automatikisht bisedë re që të mos prishet ajo e vjetra. Ndërkohë ChatGPT-ja nuk ndërhyn kod, reagon vetëm kur e thret ose kur dikush lën ndonjë pyetje që duket sikur po pret një përgjigje. Nëse ke nevojë për krahasime, përmbledhje, ide udhëtimi, dokumente për të shkruar bashk, është aty. Platforma po kthehet pak e nga pak në një hapësirë bashkëpunimi, jo vetëm një mjet kërkimi. Dhe kjo lë të hapësh shumë mundësi, një lloj grupi pune, grup zënkash, grup planifikimesh, gjithçka që zakonisht bëhet në chat, thjesht me më shumë fuqi prapa. Ky është vetëm hapi i parë dhe duket qartë që po shkojmë drejt një bote ku grupet nuk janë më thjesht njerëz që flasin mes tyre, por ekipe të përforcuara me inteligjencë artificiale.